لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Një thirrje që dëgjohet më shumë me shpirt se sa me zë është haxhi. Është ftesa hyjnore që i drejtohet atij që beson, që shpreson e që synon faljen e Zotit. Haxhinjtë e Gostivarit janë të parët që këtë vit udhtojnë nga Maqedonia e Veriut drejt vendeve të shenjta. Ata sot i veshën ihramet për të nisur udhtimin e shumë pritur të jetës, duke lënë gjithçka këtu, botën, shqetësimet, sfidat, e duke marrë me vete asgjë përpos përullësisë dhe shpresës për falje. Ata fillimisht bën dua dhe falën namazin e ihramit për të vijuar më pas me disa këshilla e rregulla nga muftiju i Gostivarit Sabahudin Zendeli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridul umrata. Njet lind për të kryer haxhin u shprehën të kënaqur dhe të emocionuar që kishin arritur të përjetonin këtë rast të rrallë për të cilin gjatë kohë kanë ëndërruar dhe kanë bërë përpjekje për ta realizuar. Për disa prej tyre ishte hire e parë dhe me padurime prisnin arritjen në vendet e shenjta. E për ata që shkonin për të dytën herë apo më tepër, malli i ritakimit ishte shumë i madh. Është herë e parë, emocionet janë shumë pozitive, elhamdulillah Zoti i Madh që na ka mundësuar të shkojmë. Inshallah, kretë ato që kanë vullnet dhe dëshirë të vizitojnë vendet shkojnë, është emocioni pa përshkrueshëm, edhe tash kam emocione. Inshallah do kalojmë mejt, kthehemi kretë që ndoshë mejt, kretë haqëllerëve Zotit japë kuvet edhe shëndet, edhe inshallah ashtu si kemi shku të kemi me hashtë pranuar, inshallah. Ky është një moment për mu, do thëtë, emocional, e nuk e kisha prit, se kisha paramendohur se dhe jetë me të vërtet kaq gëzimi madh, sidomos kjo përgatitje disa ditë përpara, fare festi, shoqënia që na kanë vizituar, na kanë bërë për hajër, kjo është diçka fantazi. Se unë përndryshe jam në Zvicër, edhe kom dje shumë, do thot, emocione për këtë rast, besoj që do jetë momenti më emocional në jetën time, inshallah. Ne përjetojmë me shumë emocione. Falënderimit dhe lavdërimi takon vetëm Allahut që na mundsoi këtë kushtin e 5 të Islamit ta krijmë. Edhe me shumë kënaqësi e kam prit dhe inshallah kthehemi me haxh të pranuar të gjithë haxhilerët, edhe vëllezërit tanë tjerë që vinë mbarë kanë botës. Kam qenë edhe numre pa tash herë parë për haxh bashkë me nanën. Shumë të gëzuar jena ndaj familjes që na ka mundësuar Zoti që të shkojmë në ato vende të shenjta të arabe, Zotit na boje kabull, kiti metit Muhammed edhe neve. Shumë e lumtur, emocione pjuët, elhamdulillah që na I mundsoi madhi Zot, fumoj vudasht mejre inshallah, e lirës, gjali. Me cilën do shkoni? Shkuj me vllajn, di vllaz dhe di kunar. Shkoni familjarisht. A është herë e parë kjo? Kom ka numrin një herë, që I haqë herë e parë. Para nisjes, aty ku haxhin po merrnin halalin nga familjarët, mbajti një fjalim përshëndetës edhe muftiu I Gostivarit Sabahudin Zendeli. Më lejoni që gjithë juve t'ju uroj për gjithë haxhilerët e familjarëve tuaj. Me lutë që Allahu të fuqiplot që Allahu Gjelleshanuhu atyre t'u pranon haxhin, që lehtëson këtë udhtim. I madhi Zot ata I ka dash dhe I ka përzgjedh, por jeni ju shumë të lumtur dhe të privilegjuar nga ana Allahu Gjelleshanuhu, sepse antarët e familjeve tuaja janë ata të cilët do të vendosin, do të binë në sejdë në Ka'ben e vardhruar, do të jenë ata të cilët do të qëndrojnë në Arafat, do të jenë ata të cilët do të bëjnë lutje në Muzdelife. Allahu Gjelleshanu inshallah të gjitha ibadetet dhe lutjet e tyre të I pranon dhe kabull të I bën. Për t'i përcjellur haxhinjtë e Gostivarit drejt vendeve të shenjta, erdhi edhe kreu I Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetahu. Pra lut Allahun fuqiplot që t'ju jep së pari shëndet të plot, jetë të gjatë, iman të paluhatshëm, vullnet të fortë,
dhe një jetë të pastër drejt rrugës së shenjtë dhe dhashti i madh i Zot që ta kryen haxhin ashtu siç duhet, siç kërkojnë parimet e fesë islame dhe të kthehen me haxh të pranuar, të gëzuar e të lumtur në gjirin familjar. Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut vendosi këtë vit që haxhilerët e Gostivarit të jenë grupi i parë që do të nisen për në vendet e shenjta dhe mbrenda ditës dhe nesër në mëngjes, haxhit e Gostivarit do të nisen krejt për në vendet e shenjta. Andaj keni nderin që ju të hapni rrugën drejt vendeve të shenjta dhe dhashti i madh i Zot që të mbrini shëndosh e mirë. Nga obori medreses, duke përsëritur thënien të përgjigjem o Zot, ty të përgjigjem, ata u përshëndetën me familjarët dhe u ngjitën në për autobus për të vajtur drejt aeroportit të Shkupit e më pas për të arritur në destinacionin final, atje ku do të mbajnë epitetin mysafir të Zotit. Grupi i parë i haxhinjve që sot nisën nga medreseja e Gostivarit përbëhej nga 180 njetlinj. 180 të tjerë do të nisen në orën 18:30 po ashtu gjatë ditës së sotme e grupi i tretë nesër me fillim në ora 8.